përshëndetje. Në një klim politike ku gara për Tiranën po bëhet gjithnjë më e fortë edhe polarizuar, ju keni deklaruar se jeni gati të merrni çdo përgjegjësi dhe të kandidoni për drejtimin e qytetit. Ndërkohë nga ana tjetër përballë keni jo vetëm parti tradicionale, por edhe një realitet të mbushur me akuza për korrupsion. A besoni se mund të fitoni apo kandidimi juaj është më shumë një akt proteste ndaj sistemit? Çdo kush që kandidon politikisht beson se do të fitojë. Sigurisht fitore mund të vi me tentativë të parë, dyta ose të tretë, kjo do të jetë në dorë të qytetarëve. Ajo çfarë unë vrej me kënaqësi është fakti që mbështetja për lëvizjen bashkë në Shqipërinë përgjithësi, por në Tiranë veçanti, rritet dhe rritet shpejt. Dhe ky nuk është thjesht një pretendim i dëshiruar nga unë, por është edhe i bazuar në fakte. Dua t'ju sjell në vëmendje faktin që në muajin nëntor, ku do duhet kishte zgjedhjet parakoshme për Bashkinë e Tiranës për gjykata kushtetuese i anuloi, është bërë një sondazh në një televizion kombëtar ku rezultati im si kandidat i Lëvizjes Bashkë për kryetar bashkie shkonte rreth 12.5%, që është diku te 3 fishi i rezultatit që unë kam pas si kandidat për kryetar bashkie në vitin 2023. Kështu që besoj që ekzistojnë mundësitë që rezultati im dhe i Lëvizjes Bashkë si për kryetar bashkie ashtu dhe për Këshillin Bashkiak të jetë mbreslënës. Nëse kjo të përkthehet fitore apo jo, askush nuk e di dhe do të ishte arrogante nga ana ime të thosha po ose jo. Këtë gjë e din qytetarët, e di secili ndërgjegjen e vet. Dhe detyra ime dhe aktivistëve të Lëvizjes Bashkë është që ne të bëjmë maksimumin për të sqaruar pozicionet, idetë tona politike, programin ton dhe për t'u dhënë më shumë besim, kuraj dhe shpresë politike qytetarëve. Lëvizja juaj ka marrë vetëm një përqindje të vogël votash në zgjedhjet e kaluara, të deklaruar, se ju e thatë pak më parë që sipas sondazhit kombëtar ishte 12.5%. A keni disa deklarata, le të themi, që qytetarët duhet të besojnë tani në drejtimin e kryeqytetit? Po, unë e njoh në radh parë Tiranën si pak kush tjetër besoj në këtë qytet. Kam lindur në Tiranë gjithë jetën time. E kam bërë në Tiranë, punoj në Tiranë, jetoj dhe vuaj si bashkëqytetarët e mi të Tiranës, një problemes që qyteti ynë ka, mungesën e hapësirave publike, degradimin e transportit publik, politikat e mangëta, strehimit për shtresën e mesme e poshtë të shoqërisë. Nga ana tjetër, Lëvizja Bashkë në 2 zgjedhjet e kaluara që ka hyrë si lokale ashtu dhe të përgjithshme, është quar si partia që ka program gjerë, kompleks, serios, guximshëm për të përballur me problemet e qytetarëve në rang vendi, kur janë zgjedhjet parlamentare, po ashtu edhe në rang vendor. Në këtë kontekst besoj se jo thjesht unë si kandidat e Lëvizjes Bashkë për Bashkinë e Tiranës në 2027, po edhe lista e kandidatëve për Këshillin Bashkiak që ne do të çojmë përpara në këto zgjedhje në Tiranë dhe kudo tjetër nëpër Shqipëri, do të jenë përfaqësues të duhur si nga pikpamja e karakterit moral, ashtu edhe nga ana e përgatitjes profesionale, për t'i përfaqësuar sa më mirë qytetarët në Këshillin Bashkiak dhe për t'i qeverisur sa më mirë qytetarët në rast se ata do të na votbesojnë drejtimin e Bashkisë së Tiranës në kuptimin e zgjedhjes së kryetarit të bashkisë. Ju keni akuzuar publikisht qeverinë edhe Belinda Ballukun për korrupsion dhe keni kërkuar dorëheqjen e saj. A keni prova konkrete për këto deklarata apo është një retorik politike për të fituar terren? Unë nuk jam prokuror, por ama unë ndjek të dhënat që kanë dalë nga prokuroria dhe duhet t'ju kujtoj që SPAK-u, Prokuroria Speciale kundër korrupsionit, ka një varg akuzash për zonjën Balluku. Sigurisht që mua më vjen keq që dosja e Ballukut nuk është bërë ende publike në mënyrë që të gjithë qytetarët kuptojnë detajet e akteve korruptive të Belinda Balluku dhe u besoj edhe të bashkëpunëtorëve të saj nga rama e poshtë. Mirë po nga ana tjetër, di me siguri se Prokuroria Speciale Antikorrupsion ka ngritur disa akuza kundër zonjës Balluku, ka kërkuar imunitetin e saj sepse konsideron të rrezikshme për mbarvajtjen e hetimeve dhe mos gaboj
kryetari i SPAK-ut ka thënë në përballjen e tij, në deklarimin e tij përpara deputetëve, se në rast se provohen gjitha akuzat për zonjën Balluku, zoja Balluku rrezikon një numër të konzervueshëm vitesh burg për korrupsion. Në këtë sens kjo nuk është retorik politike. Retorik politike do të ishte sikur ne dëgjoheshim një ditë papritmas nga gjumi edhe t'i vinim gishtin e akuzës rastësisht dikujt. Zoja Balluku është një nga pushtetaret ende fatkeqësisht, pavarësisht se nuk është më ministre, një nga pushtetaret më të rëndësishme dhe të korruptuara në Shqipëri. Bashkëpunëtori i saj më i ngushtë është Edi Rama dhe mundësuesi i gjithë këtyre, besoj, akteve korruptive është Edi Rama. Në këtë kontekst, detyra e një partie politike si Lëvizja Bashk është në njërin anë të ndërgjegjësojë opinionin publik për të dalë në krah të institucioneve të drejtësisë, në mënyrë që parlamenti në mos sot nesër ta bëjë detyrën e vet dhe t'ia heqë imunitetin zyrtarëve të akuzuar për korrupsion. Dhe e dyta çfarë ne kemi nisur ta bëjmë prej disa muajsh është që të marrin mbështetjen e qytetarëve për disa iniciativa ligjore që do të çojnë përpara në muajt vijim, që do të forconin luftën ndaj korrupsionit. Do të shtonin dënimin për zyrtarët e korruptuar dhe oligarkët korruptues në kodin penal, do të fuqizonin institucionet ligjzbatuese për të hetuar pasuritë e paligjshme, për t'i sekuestruar dhe konfiskuar ato pasi procesit drejt dhe të shpejt gjyqësor, dhe do të propozojnë po ashtu ngritjen e një vargu komisionesh parlamentare për të hetuar privatizimet e mëdha, koncesionet dhe përfituesit nga ligji i investimeve strategjike. Kjo është një detyrë politike i partie që ka idet dhe vizionin e duhur, siç është Lëvizja Bashk. Mirë, sigurisht nuk mund ta bëjmë vetëm këtë gjë, na duhet mbështetja e qytetarëve, prandaj për ditë jemi në rrugë, para dite mbas dite, jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytetet kryesore të Shqipërisë, për të marrë mbështetjen e qytetarëve dhe për t'i organizuar ata në procese politike që do të shtonin fuqinë e forcave sociale dhe politike që nuk e tolerojnë korrupsionin. Nëse vini në pushtetin lokal, si do të bashkëpunoni me një qeveri që e quani të korruptuar, apo do të keni gjithkohës një konflikt institucional? Në qoftë se qytetarët e Tiranës më vetbesojnë mua si kryetar i Bashkisë Tiranës, edhe Lëvizjen Bashk si forcë e parë në Këshillin Bashkiak Tiranës, unë ju siguroj që qeveria e Ramës nuk do të mbijetojë politikisht asnjë javë. Pa do të ketë një tillë tërmet politik në Shqipëri, nga një rezultat i mundshëm i mirë dhe fitues i Lëvizjes Bashk, saqë ne nuk do kemi nevojë të bashkëpunojmë me qeverinë e Ramës, sepse Rama nuk do të jetë kryeministër. Do të thotë, do të ketë një entuziazëm aq të madh në shoqëri për ta përmbysur këtë lloj qeverie, saqë do të shkonim zgjedhjet parakohshme të përgjithshme dhe sigurisht nga ato zgjedhje do dilte një qeveri që unë besoj do të ishte më e mirë se ajo e Ramës. Gjithsesi, edhe në rast se nuk do ndodhte kështu si them unë, dhe Lëvizja Bashk do të drejtonte Bashkinë e Tiranës, ndërkohë që Edi Rama dhe Partia Socialiste do drejtonin qeverinë qendrore për një farë kohe, unë besoj që ligjet, si ligji pushtetit vendor, kushtetuta e gjithçka tjetër janë fare të qarta për sa i përket ndarjes pushteteve midis pushtetit qendror dhe pushtetit lokal. Pushteti qendror ka disa detyrime ligjore, financiare ndaj çdo bashkie, kështu që ne do të bëjmë ç'është e mundur që këto detyrime ligjore, financiare të pushtetit qendror ndaj pushtetit lokal të zbatohen me përpikpëri. Kështu që kompetencat janë ndara, bashkëpunimin, kuptimin e detyrimeve reciproke midis pushtetit qendror dhe pushtetit lokal janë përcaktuara në kushtetutë dhe ligj, kështu që nuk është e nevojshme që unë të takohesha me Ramën apo t'i buzëqeshnim kamerave, secili do të ishte i detyruar, jo thjesht nga dëshira, po të ishte i detyruar nga kushtetuta dhe ligji që të realizonte kompetencat e veta. Nga ana tjetër, në garë mund të futen emra të fortë si Erion Braçe. A ndjeni të sfiduar nga figurat Partisë Socialiste me eksperiencë më të gjatë se juaja? Jo, sepse eksperjenca politike në Shqipëri është një tregues i kompromitimit politik. Të kesh eksperiencë politike në Shqipëri do të thotë të kesh shërbyer, kokulur politikanëve të jetë korruptuar si Edi Rama e Sali Berisha. Në këtë kuptim, kushdo qoftë kandidati i PS-s apo i PD-s, ata do të jenë thjesht zëvendësit e politikanëve fundekryet korruptuar si Rama apo Berisha, dhe në këtë sens gara ime nuk do të jetë me emrat e përveçëm që do të jenë në listën e votimit, por do të jetë me politikanë fundekryet korruptuar, po e them edhe një herë, si Edi Rama dhe Sali Berisha. Askush nuk mund të pretendojë pafajësi politike, duke u shërbyer me servilizëm dhe duke votuar në çdo rast
ligje shkatrimtare, duke i dhënë krah, bie fjala, oligarkisë ekonomike për të rënuar qytetarët, pavarësisht se dikush mund pretendoj pastaj që jo, po unë jam çik ndryshe nga të tjerët. Duhet t'ju kujtoj, me që përmendet zotin Braçe, që zotëria në fjalë ka votuar kundër heqjes së imunitetit Belinda Ballukut. Pra i ka dalë Edi Ramës në krah në ditën më të zezë moralisht dhe politikisht të fundit, në ditën ku edhe Bashkimi Evropian ka ngritur fort shqetësimet e veta për mënyrën se si Rama po e mbron në mënyrë të padrejtë Belinda Ballukun, e cila sot që flasim, do duhet ishte më spaku në arrest shtëpie dhe hetimin ndaj saj do duhet krye i plot dhe pa pengesa. Nga ana tjetër, opozita është duke u mobilizuar në protesta të drejtuara nga Sali Berisha. A shihni këto protesta si alate të kauzës suaj apo si një politikë të vjetër që përpiqet të mbijetojë? Sali Berisha është aleati i përshtatshëm i Edi Ramës. Unë dhe Lëvizja Bashku kemi aleat spektrin politik shqiptar, se spektri politik shqiptar është përplot me partit korruptuar ose qesharake. Në këtë sens, protestat që organizon Berisha janë thjesht për hallet personale të Berishës në partinë e vet dhe nuk i jehojnë në opinionin e gjerë publik shqiptar. Lëvizja Bashk ka rrugën e vet politike, jemi përdit në për qytete e në për lagje të Shqipërisë. Jemi duke bindur, organizuar, mobilizuar qytetarët, her pas here i thrasim protesta dhe kemi besim në potencialin ton politik dhe në faktin që Lëvizjen Bashkë ta transformojmë në një katalizator të një bashkimi të madh të qytetarëve, që sigurisht nuk do të jetë pazari kryetarëve të partive, por bashkimi i qytetarëve përmes një partie e cila vihet tërësisht në dispozicion tyre, siç është Lëvizja Bashkë. Ju shpesh flisni dhe për një alternativë të re politike, por konkretisht çfarë do të bëni ndryshe nga ata që kanë drejtuar Tiranën deri më sot? Përveç korrupsionit, vjedhje që folëm. Në 23-shin e dolëm me një program 30 ca faqesh për Tiranën. Bëm gati edhe program për zgjedhjen e nëntorit, por nuk patëm mundësi ta botonim sepse zgjedhjet u anulluan. Ju siguroj që do të kemi program akoma më të mirë në 2027. Lëvizja Bashkë në çdo zgjedhje që hyn është dukshëm, le të themi kampionja e programeve cilësore, komplekse dhe që përpiqen ta uzaurojnë dhe të japin zgjidhje problemeve kryesore të qytetit. Tirana ka probleme të mëdha. Tiranës i duhet një mënyrë e re e planifikimit urban. I duhet të shohë me përparësi mbrojtjen dhe zgjerimin e hapësirave publike. Nuk mund ndërtohet pafundësisht në Tiranë. Nuk mund ndërtohen kulla kudo që e marrin qytetarëve hapësirën tredimensionale, ndotin ajrin dhe e rëndojnë trafikun dhe qarkullimin përgjithësi në qytet. Tirana ka ende nevojë për shkolla të reja, bëhet ende sot që flasim, shkollat bëhen me turne, ka nevojë lagje si Astiri për shembull, ka nevojë për kopshte, çerdhe, shkolla të reja. Ka nevojë për një rikonceptim të marrëdhënieve të edukimit brenda shkollave. Ne që në 2023 kemi hedhur idenë e edukimit me afat gjatë, ku nxënësit do të mund të rrinë në shkollë dhe pas orarit mësimor, jo vetëm për ngrënë një vakt ushqim, por edhe për të bërë detyrat për të marrë me aktivitete sportive e artistike. Nga ana tjetër, Tirana ka nevojë për politika serioze të mbështetjes së strehimit, jo vetëm për të varfrit e punëtorët, por edhe për shtresën e mesme. Sot Tirana mund të jetë e banueshme vetëm për oligarkët, edhe i përqindja jashtëzakonisht ulët njerëzit që janë shumë të pasur. Ndërkohë për gjithë tjerët, për ata që jetojnë përmes punës tyre fizike ose intelektuale, për ata që jetojnë përmes biznesit tyre të vogël të ndershëm, Tirana është bërë një qytet i pajetueshëm, i ndotur, shumë i shtrenjtë, me pak mundësi ekonomike, një qytet që mund të shërbejë si lavatriçe e pastrimit parave, ose si ekspozit për disa turistë ngeshëm, por ama një qytet i cili i trajton si të huaj e si abanxhi qytetarët e vet. Pra ata të cilët me punën dhe jetën e tyre dhe kreativitetin e tyre kontribojnë për Tiranën. Tirana ka probleme të mëdha të transportit publik. Ja, sot që po flasim, pronarët dhe linjave monopoliste të transportit publik, pronarët privat të këtyre linjave publike, kanë shpallur de facto një grevë paligjshme dhe kërkojnë të rrisin koston e transportit për buxhetin e shtetit ose për xhepat e qytetarëve. Kjo është një grevë paligjshme dhe ky është produkti i një marrëdhënie problematike
kontraktuale dhe jashtë kontraktuale midis autoriteteve bashkiake dhe këtyre oligarkëve, le të quajmë kështu, të transportit publik. Pra, Tirana ka shumë probleme, mirë po ne kemi jo vetëm guximin për t'i evidentuar këto probleme dhe shkaktarët e këtyre problemeve, që nisin nga politika e korruptuar dhe vazhdojnë tek oligarkia ekonomike, por kemi njëkohësisht edhe idetë. Studiojmë shumë problemet e qytetit, marrim përvojën e vendeve që ja kanë dalë të ndërtojnë një ekonomi dhe raporte urbane të shëndetshme brenda qyteteve të tyre, dhe do të përpiqemi me të gjitha forcat tona intelektuale dhe fizike për ta transformuar për mirë qytetin ton, për ta shtruar Tiranën një qytet njerëzve, një qytet qytetarëve, një qytet jetueshëm dhe jo një qytet ku dominon logjika e gangsterëve, e atyre që pastrojnë parat, e oligarkëve dhe pushtetarëve të korruptuar. A ekziston rreziku që vota antiqeveri të ndahet mes jush dhe opozitës tradicionale duke i dhënë avantazh kandidatit të mazhorancës? Në të gjitha sondazhet, anketat që janë bërë, ata që votojnë për Lëvizjen Bashkë dikur kanë votuar për të gjitha partitë e tjera. Pra, janë ish votues Partisë Socialiste, janë ish votues Partisë Demokratike, janë ish votues partive tjera të reja. Në këtë kuptim, nuk besoj që votat për Lëvizjen Bashkë do të ndajnë se kush do të fitojë, nëse do të mbetemi te partitë e vjetra, por ama vota për Lëvizjen Bashkë është e vetmja votë që do të prodhojë ndryshime në Tiranë dhe në Shqipëri. Ndaj unë shfrytëzoj rastin për të bërë thirrje qytetarëve të Tiranës, po përgjithësi qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, që në 2027 në Tiranë dhe kudo tjetër, të votojnë për Lëvizjen Bashkë, edhe për të transformuar mënyrën se si ushtrohet pushteti lokalisht, por edhe për të ndërtuar infrastrukturën politike në mënyrë që në 2029 ndryshimet që ne jemi të gatshëm t'i sjellim në qeverisjen vendore, të kemi mundësinë t'i përftojmë edhe në qeverisjen qendrore.